Dashur shikues, jemi rikthyer me debatin në studio dhe është koha të flasim për një temë super aktuale, një temë që është aktuale tash sa kohë, do të flasim për zgjedhjet, po ne do të flasim në kontekstin e qytetarëve. A është qef apo lodhje për qytetarët? Për diskutu për këtë temë kemi edhe profesionet ndryshme në studio, po e nisi me zonën Antigona, qena ICD-u psikologe, knasi që jemi bashkë. Knasia ime, Dilara, faleminderit. Faleminderit. Fadil Miftari, aktivist, knasi që jemi bashkë. Faleminderit, Dilara. Dhe Egzon Shkololli, trajner i fitnessit, Egzon, knasi që jemi bashkë si çdo herë. Faleminderit për ftesën. Zgjedhjet, qef apo lodhje, Egzon? Po e nisi kështu. Vallaj, qef hiq. Lodhje se po duhet me dalë milion sendet tana, që i kena me dalë me votu, po duhet edhe me mendu shumë për ta, qa ka bëhet, qysh po bëhet, a din është, s'po di, shumë lodhje. Ma mirë i shkon, mja qit një pikë edhe mu kry, mës me na lodhe dhe neve si qytetarët Kosovës. Po politika si politikë është shumë sporti, falë shpreje, sporti flisht. Ata e din ma mirë, po unë që shpesho populli nuk pidhimet aty në fort. Edhe që ata na ena si popull jena mbet këtu, kena shumë probleme, kena shumë sendet këshia pindodhin Kosovës. Pindodhin sepse mas pari nuk kena shtet me një fjallë, nuk po dim qa ka bëhet me shtetin tanë. Peshe edhe vetë zgjedhje tonë kohën me inatet tyne që i kanë ndërmez veti, po ata e din, na s'mundem mu shty me ta, na e na me të veçtu cilë, kur jonë zgjedhet me shku me votu, edhe me thonë inshallah... Po të halo keme dalë me votu, a? Paj, duhet me votu, se duhet me respektu vendin tëndë, është mirë, nuk është mirë mja këthy shpinden, po prapë se prapë është vështirë shumë, nuk po mundër me gjetë një gjuhët për bashkët, që na vynë me gjetë gjuhën e për bashkët edhe me ecë për para, edhe na si popull më shliru pak, mjë lidhë punës e shumë sende tjera. Antigona? Kështë me ndu paramendoni njëri që 20 vjetë ushtron fitness, edhe sa tega t'i qënë aty, sa kila, sa ushtrimet, sa kondicionit. Edhe priton me dalë me votu, Jo, edhe po e priton ka që pështirë, qka për ata që nuk bojnë aktivitet fizik, që janë ma pasiv. Këto pe lidhe me shëndeti mendor, se hipotetikisht pritet që njerës që e mirëmbajnë trupin e kanë edhe një miqenje ma të mirë psiqike. Na që ma pak ushtrojmë, sa ma pështirë kemi me pasë. Mënej që jënë të mundemshme, Dilara, për te i humorit edhe kësa interlidhjes që e bona me fitnessin, po mendoj që ka shumë zgjedhje për qytetarët është, shiko, për një qytetarë të ndërgjershëm, zgjedhjet janë përgjithësi. Dhe ti duesh me analizu programin, duesh me dëgju çka po ndodh, çka po bëhet, me qenë i informum për me vendos, pastaj mbi atë përgjithësi që e ki përmes votimit. Dhe sa kemi kohë me u marrë me krejt këto analiza, është e mundemshme për kohë ka shkurt me bo zgjedhje prapë. Madje unë në formë të humorit të isha po pritoj edhe me bo atë shejen se alo pa mu hek mirë, ajo po më duhet me dalë prapë me votu. Realisht po, se ka gjatë shpesh nga ka raqët kohë në fundit. Normal. Kështu që po besoj që janë lodhë njerëzit për i kësaj, mante kjo ka edhe një kosto edhe në kuptimin e zhvillimit, sepse na përshojmë për shkak të krejt këtynës po rritën edhe rastet e dhunës, për shambull, sepse kryohet një farë lirie, ku njerëzit ndjejnë atë mungesën e funksionimit institucioneve, hajtë se shteti është në zgjedhje, plot ministri nuk funksionojnë që është duhet, se kam e shku prapë në zgjedhje, krejt institucionet e lëshojnë pak atë seriositetin punë, e kjo jep pastaj mundësi atyre që bojnë krime, atyre që bojnë keqpërdorime me shfrytzu kapacitetin Ndjehet ma të lirë. Po. Vërtet. Fadil? Realisht pajtona me versionet që të dyve, mirë po e trajtoj pak në një perspektiv ma arktuse, le theme. Se mund të konsiderohet edhe si një proces arktus. Realisht i shohim këto 2 vitet e fundit, ka vlu rjeti që thojmë dëmonu djegë rjeti, kryesisht të qenë përfshim pjestar të partive politike, dëmon, o deputet, o kandidat, gafat që i bajnë. Po du mi trajtu dëmon këtë proces, ose këtë shpejtësin nga një perspektiv pak ma arktu se njerëzit
qeshin me ta, dhe mon kryohen personazhe interesant, për shembull shumë herë po ndodh që kryohen personazhe shumë viral nga një tubim zgjedhor dhe ajna është edhe jashtë hajren sepse po vazhdon një lloj biznesi në rrjetet sociale tu fillu se ka kriju një emër prej asaj, po si proces shtetëror, le të themi normal, kanë plotësisht të drejtë, se është i mundimshëm, është shumë i shpeshtë, mbi të gjitha sado që është pjesë e demokracisë, edhe realisht Kosova si një vend me demokraci të breshtë, sado që po kalo, jemi realisht në një proces që të një konsolidimit të demokracisë. Mirë është që konsolidimit të ndodhë ma shpejt dhe ma mirë po nuk po ndodhë, mirë po zgjedhjet ndodhin çdo ka edhe vendet të tjera ndoshta jo kaq shpesh që mbajnë, për shembull ka qenë Italia deri sfundi që ka mbajtur zgjedhje gati ngjajshëm me neve, mirë po në perspektivën e Kosovës është kogja e dëmshme edhe në kuptimin psiqik, sepse fizik, mos themi fizik, le të themi ai që don del, ai që nuk don nuk del, ose njerëzit si tipi im për shembull që ishin në mënyrë shumë neutrale, është një garë që është të tjerëve edhe që nuk me afekton personalisht mu, edhe nëse jam disponim, e përcjeli dikoni, se jo nuk e përcjeli. E kështu po, le të themi që i takon një dinamike arktuse që në fund të fundit ka dhe një kosto të asaj se shteti Kosovës për miliona euro të përsërit zgjedhje dhe të ndjek një proces që s'po ka fund. Bani me vendu për anën tjetër të medaljes, ndoshta kjo është realiteti i popullit tonë, është një masë e popullit që kanë kohë ndoshta edhe merren shumë me këto edhe mund të jetë arktuse. Se janë djegës, shiko, veç e më falë për zotit, po sigurisht se janë djegës, nuk po ju them militant, po janë fans të një partije politike ose njerëzve që një si kur t'jenë fans të një këngëtari ose këngëtari, edhe ata kënaqen, ata arktohen me këto gjana. Nashta saj mund të vrapojnë mas Dafina Zëqirit e kanë dikon në politikan ose politikane që e kanë atë arktimin, dëmonë që e trajtojnë si mënyrë arktuse atë gjahë. E kanë zonë poplin një popull shumë, qysh me cekë me një farë fjale, popull shumë i letë. Për manipulive ki fjale, na? Manipulive i masave që psikologja din shumë. Kona si popull pak ma i eger, ishtë dashtë mi bo disa skena që i kanë bo në për vendet ndryshme, që i kanë shti në për kantat bërlogit, i kanë gjujt në për lumenj, qashtu që duhet me bo se, jo, duhet me bo dhe pak nat eger, se nas pjudhimëm aty në hish. Apo kuptan, ata për ndjekin stilin e vetë, edhe ju mbo VIP tanë. Unë e kom motrën në Suedi, motra eme nuk e nxë asë një minister atje. Nuk din as kush janë, ata nuk dalin, nuk shfaqen në për media. Këtu na i kena krejt VIP tanë, se cilin. Edhe na duhet me ndryshu pak, po na e na popull që jena të fort në Facebook me komente, e kështut me dal, me bondoj protest gjigande që është për të mirën tanë, nuk dalim as njerë. është një pyetje që ka bojmë na kur nuk bojmë kur gjë. Më thënë, kur nuk jemi në punë, kur jemi të angazhu me obligime ditore, çka bëjmë na? Na shohim shumë televizor edhe telefon, jemi aktiv në rrjetet sociale. Na është në Suedi ose në vende tjera lexohet në ato momente kur kanë kohë njerëzit. Te na, do të thonë, kjo për ju shërben një farforme si material ditor që njerëzit me kalu kohën me to, po për te i kësaj, çka po ndodh me institucionet, me funksionimin e rendit, ligje, shëndetësia, arsimi, dhe më thënë, shumë politika, shumë ligje, kanë met në përsirtar, për shembull ligji për shëndetin mendor, është me vitet u endë në përsirtar të zyreve të ndryshme, për shkak se s'kemi kuvend funksional që kish me i procedu ato ligje. E çka ndodh, kemi raste të ndryshme, për shembull, qendrat për punë sociale nuk mujnë me kry punën e vetë, se ka mungesë psikologëve, nuk funksionojnë, mandej hallkat, edhe na çuditemi pse ndodh atje një skandal me vdekjen e foshnjës, pse ndodh një vrasje dikun tjetër dhe nuk kemi përgjegjësi institucionale. Për te arktimit,
jetës përditshme edhe mbytjes Po së monotonisë. po gjithsesi, po se është. Na po nuk i marrim parasysh pasojat që ka të ndodhur. Këta janë të koncentruar kush pe kap shtetin, këta nuk janë të koncentruar për popull. Pra është ndresh interes jetën. personal, a? Po, këta janë të koncentruar kush pe kap shtetin. Kresht. Nuk janë të interesuar këta Reformoj për institucione neve, me po, boligje këta edhe jonë. E ki pas, unë e kom vetë palestrën atje në pej, kur vjen vakti i zgjedhjeve, krejt që si që kanë me marë pjesë në për vota si deputet e si krejt, vinë mushtru. Aty në vesh me mbledh aty njerëz si. Ajo me për kondicion. Po, s'mu i tash me përmend emrin në parë një ministër Bajgi i madh është tash në Kosovë, po ardhë pej bashkë palestrën tem, po s'mu i me përmend emrin se s'ma lejon etika. Tha qatë ki nevoj, tha unë, tha krejt t'i blej me pajisje, me krejt veç shkrumit i mu. Po ne kisha palestrën e formume, me krejt pajisje, s'kisha nevoj kur gjo. Tha veç shkrumit i mu. U kryrë zgjedhjet, që marrë në ma të punë, se kom pa mu, kur? Kur se kom pa mu? Egzan, kjo është e vedisime, dëmon, të masës, dëmon, kjo është e rëndësishme që pas letemi sfidave ose ballafaqimit me letemi të pa drejtën, ose me atë që njerëzit të ofrojnë dhe pasi që kryen atë punë, dëmon, edhe nuk kthehet një feedback të asaj të kontaktoj ose të shoh se çka mund të bëj për të kohën. Kjo është çështja e emancipimit qytetar, domethënë që njerëzit duhet mu vedisu edhe ta shikojnë fillimisht interesin dhe atë feeling, ndjesinë e vetvetes, se si munden me bëa ma mirë për vetveten, domethënë sigurisht që proceset zgjedhore janë transishme, mirë po, le temi vedia qytetare duhet jetë më lartë, që mos shpenzoj shumë energji, ose le t'i marrë me sportivitet, me një arktem, ose diçka, po që mos t'i krijoj vetvetes presion psikologjik, me që s'ko ka i miratum ligji për shëndetin mendor, edhe kjo ndikon gjithsesi edhe tek shëndeti mendor, kur njerëzit e kanë me një energji dëmon që dojnë me di çka po ndodh me këtë parti ose me këtë individ ose me këto, po punë e madhe, po le të ndodh çka të donë. Tashmë nuk i marrin shumë afër zemrës. Edhe unë mendoj se është shumë mirë që ndodh dhe mos të marrin njerëzit me zemër dëmon, mos të marrin me emocion, le të shohin diçka i teket me del. Nuk i marrin më seriozisht, që i kanë marrë përpara tash, veç hajt. Po, kjo është emancipimi, kjo është ai procesi që a nuk është një ikje për realitetet, se nëse unë po ballafaqohna me një situatë të vështirë në jetën time, me një problem, dhe për me ruaj gjendjen time emocionale, unë nuk punoj në atë drejtim që me zgjidh problemin se s'unë peçoj emocionalisht, çfarë po bëj? Po ikje, kjo është mekanizëm mbrojtës, ndoshta i pavetdijshëm në kuptimin kolektiv, na po ikje me u ballafaq. Me thonë se është e mundshme që njerëzit edhe me kriju një njerëzit e mendojnë edhe ndryshe, ti për shembull ti si person dikush me lut me ty. A lejon, e merr seriozisht. Pikërisht, domethënë nëse unë dikush po lun me mua edhe unë po përdor mekanizma mbrojtës, po ik pe kthejnë humor, kjo nuk çon në zgjidhje, na duhet mu ballafaqu me tregu kufi tjetrit. Po veç dikur edhe ti lodhesh, thush ky s'po merr ka vesh, s'ka ka serioz, s'po merr na me to. E ndron personin tjetër. As ka forma për shkakun protestat. Eliminon po protestat unë fola, por protesta po kush mi bona, thash në enat fort në Facebook me komente. Na po ik. Na kështu të medal. Ai çka shtuca. Pritojmë na medal mu mbledh. Po se di. Inshallah një ditë bëhet mirë edhe për neve si Kosovë. Unë përverej që janë pasojat që na nuk jemi të i pa, s'po dojnë ami pa, realisht dhe jemi të i prejkë çdo ditë. Krejt në familje tona kemi njerëz që kanë ike, kanë lshu vendin, kanë dalë në për vendet të Evropës, e ku do në përbot. Rinia jonë... Që kanë gjithë një jetë më të mirë, po besoj. Që kanë gjithë një jetë më të mirë, po pse Kosovë veni jonë mos me ofru që ato? Kur i kemi krejt mundësit, e kemi lirinë dhe i kemi krejt mundësit me qu për para këtë vend. Gjithsesi është shumë e rëndësishme. Këtu me punu në Kosovë nuk është keq. Këtu me punu kush është punëtor... Nuk ka vend më të mirë se Kosova, shko ku dush. Kush është punëtor këtu e ndresh jetën e bën edhe më mirë se jashtë. Po na po folim për me pas një shtet mbi krye, një siguri. Po nuk mjafton vetëm me punu edhe me individualisht unë ndresh po jo, po kolektivisht. Me punu tash varet krejt për çfarë biznesi çka bën, nuk është keq Kosova, ka të ardhmë të mira, krejt në rregull,
Po na, po kem qef me pas një shtet që na përfaqëson. Jo me pas që si probleme të nkonë, zgjedhje. Shika unë vi prej fushës shëndetësisë. Edhe çka për mua është shqetësuese me pa mjekët më të mirë të elshu vendin. Është shqetësuese me pa infermierët me përvojë shumë vjeçare me elshu vendin se kanë gjetë një punë më të mirë diku. As ato nuk janë të ndje, as ata nuk janë të ndje vetë mirë që po e lirojnë. Punon 30 vjet në një klinikë në ÇKUK edhe ti duhesh me elshu vendin se shteti yt nuk ka kriju mas pari ndjenjen e kënaqësisë në vendin e punës, nuk ka kriju siguri. Për shtetin kjo është humbje shumë e madhe edhe për njerëz që pak mendojnë për një të ardhme që dojnë me rritë fëmijët e vetë këto, është shqetësuese. Nëse infermierët që kanë përvojë, kush ka më kujdes nesër për shëndetin tonë? Do të thonë, na duhet krejt me ikë edhe për e lajnë vendin. Pse? Sepse na nuk pas kemi mentalitet të shtetë ndërtimit, na nuk po dishim me ndërtu shtetin tonë. Ka njerëz që dinë me e bo këto. Po, çka po ndodh njerëzit që dinë po tërhiqen për me lëshu rrugë atyre që janë të fiksum, mos të matrapazave, ose njerëz që e keq përdorin se cilin pozicion të vetën, që e kanë edhe nëherë këta njerëz të vetëdijshëm tërhiqen se ndjen vetën të gatshëm me ranë në nivelin e tyre. Unë mendoj që duhemi mu qu edhe mu ballafaqu krejt ata që dinë diçka ma shumë, e di me bo ma mirë, nuk duhet me lëshu pe atyne që nuk dinë. Kjo është mendimia. Amel. E more të shumë seriozisht. Jo, me të vërtet është me të ardhë keshte. Nga perspektiva shumë profesionale. Unë praktikisht, po shkojnë, për shembull isha në specializim në klinikat të ndryshme dhe bisedoja me kryenfermierët ose me stafin atje dhe thoj ke kryenfermieri më ka shku punëtorja që e kom pas më të mirën këtu edhe ka shku në Gjermani, s'kam me kanë me zavendësu. Për shembull, në klinika caktume janë jetike roli infermierëve, është jetik. Me punu me rastet që kanë probleme të shëndetit me ndorë, për shembull urgjencë ose emergjenca psikiatrike. Më thonë, janë pozicione cilat kërkojnë njerëz që kanë eksperiencë, se dikush që ka kryer një fakultet, padashme në çmu kërkon sot po kryen shkolla gjithçysh, nuk e ka eksperiencën e durë dhe merr në qafë, po flasim për jetë njerëzve. Këto është e pru politika. Nuk po lejohet që nështë ka njerë shumë mira atje në politikë që edhe dojnë me bo politikat mira, po nëse për dit kemi zgjedhje, ndryshime politike për dit, se cili që vjen, a i kam i pru armatën e vetë, aty ndronë komplet stafin, prej menagmentit, deri të ata punëtorët e sigurimit atje, se cili që e merë pushtetin, këto e bën, gjanë e parë që bën i ndronë stafin, dhe më thonë, kjo kryon mandej një vargë problemeve. E na që jetojmë Kosovë dhe që presëm u bo mirë najherë, nuk mujmë me jetu në antra. Që kështë realitetin dhe na duhet me thonë realitetin. A mendoni që këto kanë me qenë zgjedhjet të fundit? Do më thonë për 4 vjetë, po flasim. Nuk e di. Na që presëm u bo mirë. Unë për veti nuk garantoj, kur gjo. Ata që bojmë prognoza dhe që ja kanë qëllu gjithmonë nuk e dhja mujnë. Astrologët, që janë ata. Unë nuk garantoj. Këtu e pa trendin, dëmanë... Ajde këndërshtona pak se këpo kam qepë. Këtu e pa trendin e zhvillimeve, dëmanë këto 2 vitet e fundit, dhe sidomos po vitin e fundit, vitin 2025. Dhe këtu e pa... pra përsisht edhe perceptimi publikun se si është i pozicionum, dhe më pozicionu rreth asaj, po, unë pres që mundet me pas prap zgjedhje, dhe më në fund vitit, pas taj data cilat është në ato pushimet të krishtlindjeve, apo jo, nuk e di, po dhe më në gjasat janë shumë të mëdha, realisht si jemi ata që shohim me saktësi, po trendin se si është edhe i zhvillimeve politike, edhe i asaj që pritet si perceptim të ndodhë, gjasat janë shumë të mëdha që duhet me shku në zgjedhje. Pra, nuk e di. A janë fajtor ndoshta, po e thëmë kushtimesh kështu, publiku, qytetarët që ndoshta kanë investu kaq shumë energji në politikë. Sepse realisht, ndoshta dhe kërkesa e madhe për emisione politike vjen se shkak se shikusti kanë shiku. Mandej edhe gjithë shka tjetër qofte dhe ato memet virale dhe gjithë shka tjetër vjen si pasoj që publiku po i pranën ato realisht, qytetarët po i pranojnë ato, po tërhekën paka shumë nga këto.
A këtë fuqi politikës, a e kanë dhënë qytetarët për shkak në qëtë aspekt? Absolutisht po, shikam, më falë, dëmanë, nga perspektiva e krijimit të perceptimit të masave ose organizimit të masave, politikanët, dëmanë, sforcum të këne, po gjdo kënd, si gjdo profesion tjetër, dëmanë që mundohen publikum mi ba për veti, edhe politikanë këtë betejë kanë kryesisht, dëmanë, për mi ba publikum për veti. Tash, dore në zemër me qenë, së profesion, letemi, dëmanë, angazhimi si një politikan që donë mi ba publikum për veti, dhe mënyrat e sjelljes se si a i bën për mi ba publikum, prapë në fund të fundit ajo ndikon në jetën e njerëzve, që këto është, për shembull, njerëzve që duhet mi nda mes një starje e stradës, ta zonë dëmon që është ajo përkraja dëmon, ajo pasioni për me qenë djekës si ti dhe dalimi në mes të një politikani, kush do qoftaj, dëmon, këto është dalimi shumë i thellë dhe njerëzit këtu nuk po e kuptojnë që janë dy gjana krejtësisht të ndryshme, sepse ylli e stradës, ose kush do qoftë, ai vazhdimisht do t'ju sjellë arktim, dëmon, me format, me profesionin e vetë, me gjithë shka dhe nuk ndikon kur gjë në jetën e ti të përditshme dhe në perspektivat të ardhshme ti, të familjes ti dhe kuj do qoftë. Kurse tek ta njerëz, dëmon, tek politikanët, se s'po i them si profesion, dëmon, po të angazhuar që meren. Aty ndikon drejt për drejt në perspektivat të jetës, ditore dhe të ardhmes, dëmon, ty në prandaj këtu duhet më ba dalimi shumë i thellë mes kësaj, që njerëzit me kuptu, dëmon, këta kanë shumë përgjegjësi në raport me ta, politikanë, shumë kanë përgjegjësi nëse një ylli e stradës e bën një ftesë për me marrë pjesë në koncert, aty mjafton, që njerëzit donë shkojnë, shpenzojnë edhe tjerë donë më shkojnë më arktu dhe aty përfundojnë kurse thirrjet për një tubim ose një votim për subjektën ose njerëzit që janë në politikë, ajo është pastaj drejt për drejt ndikim në jetën e njeriut. Dhe këto njerëzit duhet ta kenë parasysh domethënë që nuk duhet ipen edhe të marrin me shumë sportivitet ose me koqa shumë ignorim të asaj se si politika do një organizu masën. Politikanët po ka nevojë me qenë skenë, po, absolutisht po. Le të këndojnë, le të merren me artë. Sigurisht, kjo është, po. A kemi talenta të tilla? Le të hinë live në TikTok. Live në TikTok, se kanë të nevojshme për egun e politikanë ta shërojnë egun. Se skenës në showbizit, le të themi. Njerë është e pashmangshme mos me i pa edhe këto problemet që ata i kanë me egun, me ato boshllëqet emocionale që ka nevojë me u përmbush ndoshta në forma të ndryshme dhe të qenë estradë. Ose mos sjellë si estradë, po. Vetëm gjë që ka mundë me thonë si raste është me i këshillu që le të marrin terapi, se nuk është tërë, le të shkojnë te psikologu, le të trajtojnë to problemet me egon, problemet të ndryshme emocionale ose dhe psikologjike që ata mujnë me i pas. Pse jo? Ose le të shkojnë fitness fundit. E të shri nervozën. Fitnessi i kish knaqë, valla. Po dhe? Kish knaqë, i kish këfil. Kishit me kam tokë, i kish dryp prej skenës. Shumë. Pa, unë e mendoj që edhe na si popull ju këne epë shumë vëmendje. Pikrish këto është problemi. Edhe tonë që ata normal që bojnë qështët edhe adin shtyjen me një tjetërin, se na si popull ja u këne epë vëmendje në maksimum. Edhe si popull, edhe si media, edhe si krejt, adin ju i këna qu nëllë shumë. Edhe tonë që ata normal që lujnë vipin, bojnë gjithë shka. Po, shpresojmë për ditë mira, inshallah. Shpresojmë që po. Me bo na si popull, na si popull, me ullë kryt, me punu, mu marrë me vetë vetën. Familjet tona, ata le të bojnë që të kanë qefë, se së mundëm më shtyna me ta. Po, e vërtet. Debati për politikë realisht, po shkoj kanë shpejt. Po dashka me bo ma shpejt, shpo nduket me dojnë emisione politike dhe na... Që përfundoj emisionit. Po, shumë shpejt, do më thonë kalun minutat. Le të fitoj më i miri, pra. Le të dalim për sërin zgjedhja. Amel, vazhdimisht dhe ma. Allah ju shkon Amel këtë herë. Uroj që po, një falenderoj shumë se cilit prej juve që ishit bashkë me neve, që ndajtë ndoshta
mendimet nga perspektiva e secilit, qoftë edhe me profesionet e juja, që sigurisht ka një peshë shumë të madhe në përgjithësi në rolin tonë si shoqëri. Faleminderit për Ishte kënaqësi, faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Dashur shikues, është koha me ndjek një material dhe rikthehemi vetëm pas pak, vazhdoni që ndroni me ne.